Artnesa Krasniqi, Miss Universe Kosova, ja, Kurora e Mirjetës në dotës në kokën e saj, Kajtrina Neziri, Miss Earth Kosova, dy shoqërueset, njëra nga Kosova, tjetra nga Zvicra, njëra përfaqësuese. Artnesa Krasniqi ka lindur në Mbill të Zvicrës. Ajo jetoi atje bashkë me familjen e saj për 8 vjet dhe pastaj u shpërngulën në Kosovë. Artnesa ka 2 vëllezër dhe 2 motra. Shkollën fillore dhe të mesme përfundoi në Gjakov. Atëherë kur ajo ishte vetëm 15 vjeç, zuri vendin e parë në Ford Supermodel Kosova, organizuar nga Fadil Berisha dhe Radio Televizioni 21. Në atë kohë Artnesa së bashku me vajzën tjetër bukuroshe Qendreza Haziri përfaqësuan Kosovën në Ford Supermodel. Për Artnesën, sukseset nuk ishin të ndalur. Ajo ishte fituese edhe e çmimeve të tjera të bukurisë, kryesisht në vendlindjen e saj në Gjakov, gjë që i ndihmoi shumë në karrierën e saj. Ajo vazhdoi të punojë dhe të jetë aktive me pjesëmarrje të shumta në sfilata të ndryshme, reklama të shumta dhe spote televizive. Pas 7 vjetëve punë intensive me vetveten, ajo arriti atë që deshi. Pjesëmarrja e saj në garën Miss Universe Kosova, organizuar nga Fadil Berisha, Labinot Gashi dhe Agnesa Vutaj, rezultoi të dalë mjaft të suksesshme. Në mesin e 22 vajzave konkurrente, Artnesa Krasniqi u shpall Miss Universe Kosova 2014, gjë që ia dha asaj të drejtën të përfaqësojë Kosovën në garën e bukurisë së madhe që mbahet në Miami. Përpara se të shkonte atje, ajo punoi shumë me veten e saj, linja trupore dhe gjithçka tjetër që do t'ja perfeksiononte paraqitje. Artnesa ka 1 muaj që është në Amerikë, ku fillimisht pati fotosesione me Fadil Berishën dhe më pas udhtoi në Miami me vajzat e bukura të botës, në mesin e të cilave gjendet edhe bukuroshja e Shqipërisë, Zhaneta Byberi. Gjakovarja Krasniqi u prit shumë mirë në Amerikë dhe nuk po mungojnë komentet e shumta si dhe fotografitë që faqja zyrtare e Miss Universe poston për Artnesën. Suksese për të 2 vajzat shqiptare. I shikuam edhe fotot, pjesë e fotografive të rezortës ke edhe Artnesa. Përshëndetje Artnesa, mirë se erdhe, një kapë me lapin. Përshëndetje. Allah ite që shkallove? Au, edhe për veta. Artnesa, unë e di që ndështë u komentu qatë shumë, jo e ka meritu, jo së bo, jo bo, me pas qenë kështu, konë kështu. Si do që tjetë kalusër gjithë shka, ndodhë ndo një herë që mos më futa ato, po me rëndësi dhe me tonë është pjesë marja, me qenë atje edhe një farë mënyre dhe me tonë më komentu. Nuk është që si komentu, jo komentu mjaft. Shumë kanë pëjtë Kosova ma shumë, po shumë e botash. Eksperienca jo të gjatë atyre ditëve? Mirë laba, atje kemi pas një eksperiencë, është e veçantë, është dishka, nuk është që thojnë gjithmonë duhet me fitu, edhe pjesëmarrja është e rëndësishme, kemi kalu tepër mirë, është dishka që kom e metë ndoshta për kujtimeve më të mira, edhe pse nuk do me thonë që si jemi fitus, për derisa kemi arrit më shku që atë gjithajna konë fituse. 84 shtete. 84 shtete, fotografitë shumëta, videot shumëta, bashkë me vajzat, cila përpos Shqipërisë, lejë Shqipërinë, se ju keni qenë një dhomë, keni flajtë bashkë, keni nejtë bashkë, tuja, gjithë ati keni pasë me tonë për shkak bashkë. Po, në anën tjetër, plej vendeve tjera, cila ka qenë shoqja jote? Unë me Turqinë kom nëjë shumë, me Turqinë, e kom pas edhe afer dhomës, dhe me thonë, u konë një në ndër vajzat që jem konë ma e lidhe me ta, edhe diqysh se di. Sa në turqikun është me? Ajo më folke gjithmonë turqisht mu, se nuk e di pse ju doke që pikuptoj, edhe unë vi që e këqësha. Na e dim, dhe me të shumica e dim turqisht dhe në Kosovë, që ka mendu që... Ka mendu që e dhone. Kështu raportet e mira dhe me tonë me Turqinë, kanë met kontaktet? Po, kontaktet kanë met me krejt vajzat, me shumicën, jo me krejt nështë, veç me shumicën e vajzave kena kontakte,
non-stop, çdo ditë folim, i ka marrë malli, u bëm si një familje e vogël, ke diçka shumë e mirë se në ra një kohë gatë, pi mëngjesit deri mbrëmje bashkë non-stop. Edhe non-stop tash kontaktojmë çdo ditë. Okej, kur jemi tek Miss Universe, e di që komentet në ndodhin dhe pastaj i vinë ato marrëveshjet, vinë kontratat, gjitha këto. Pas përfundimit Miss Universe, patë mundësi me ndajt edhe të Fadili edhe mu taku, dhe me thonë edhe me njerëz tjerë, ka ndonjë kërkesë, ndonjë sen këtë ditë? Po, tash presim, kjo më shku përsëri New York, edhe tjerat atëherë zbulohen ka dole. Ka dole. Unë e di që këtu duhet një falenderim shumë të madh Fadilit për mikpritjen, për gjithë shka që ta ka japë, sidomos ta ka japë, ndoshta momentet më të mirat të mundshme, për shkak që ke qëndru dhe më tonë tek Fadili, atje bashkë me këto vajza tjera, i takove dhe vajza tjera, atje Dianën e Mirjetën e këto? Mirjetën, po, Diana u këthy, a unë e kesh atje kur ajo ke këto. Me Mirjetën po se të kompon këtë grapi. Po. Të dole, atë kishëm na. Kishëm na. Kishëm na u New York, që dhe. Në anën tjetër, që shpritje? Që shpritën? Familja, shoqënia, Gjakova? Mirë shumë. Më kanë përkra edhe pse nuk mujtë mi arrit, nështë ato që tënë e kanë prit. Më kanë përkra vazhdimisht edhe kur jë më këthy, më kanë thonë ti ki me konë gjithmonë e njëjtë atë na. Edhe më kanë përkra vazhdimisht non-stop ndërprej. Unë e di që një farë mënyre, a ditë e kom pa buketen me lula, krejt në aeroport, unë jem njës tjerë në aeroport i kom pa gjitha. Po, i kishë taku familjen teme në aeroport. Që shumë ndive kur zbrite? U takove, se një muj e t'i qka të ra, dy muj të rave ndajta. Kishë marrë malli shumë. Kështë e jetu në Amerikë? Se di, shumë lërgë. Shumë lërgë, a? E për me jetu kështu? Po. Po. Agnes, unë për të falenderoj që je sot një kafe me lapin, që zbulum diçka, kështë që besoj dhuroj që kime pas sukses në të ardhmen, besoj që të hapen dyrt drejt të të bashkuartë Amerikës, pse jo të bësh edhe ndonjë kontrat se i vajzat para prapë që kanë qenë. Shumë faleminderit lap ty edhe faleminderit Fadilit për këtë përkrajen që e ka bo për neve. Këtëroj gjithat mirat, sukses. Faleminderit.